i përmbahem asaj që kam thënë ditën e parë zgjedhjen time si shef shtabi, se çështja e menaxhimit të shtabit nuk është çështje që personifikohet dhe ndërlidhet vetëm për personalitetin si njësi në vete, dhe për atë arsye kemi tentuar që të flasim në vetën e tretë shumës e jo në vetën e parë njëjës, sepse fatkeqësia më e madhe në veçanti në politikë është atëherë kur njerëzit flasin në vetën e parë njëjës, unë dhe vetëm unë. Kjo nga ne nuk duhet të jetë dhe nuk do të jetë, dhe për atë arsye kam insistuar që shtabi të identifikohet me tërësi e jo me individ të caktuar. Për atë arsye dhe intenca ka qenë që edhe struktura e degës të jetë pjesë e shtabit, struktura e forumit rinor si e tillë të jetë e udhëhequr me individin me të cilin identifikohet forumi rinor, dhe pse jo tani më dhe përmbyllim këtë proces të formësimit të plot të shtabit politik për zgjedhjet e tetorit, dhe unë besoj që kjo strukturë, kjo angazhim, kjo përkushtim do të rezulton edhe me rezultatin e duhur dhe të pritshëm në tetorin vijues, për faktin që ma edhe fëmijët e vogël në xhep e shohin, e ndjejnë degradimin, poshtrimin që po ndodh vitin e fundit nga kjo qeveri e cila nuk ka legitimitetin e duhur të qytetarëve të cilët pretendojnë se i përfaqësojnë. Andaj me besim të plot, komandantu më besoj dhe jam i bindur që fitoria e radhës nuk do të mungon në Gostivar dhe Gjetiu në degët tjera të cilët do të jenë përfaqësuara nga Bashkimi Demokratik për Integrim.